Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nusja më solli shoqen e ngushtë për ditëlindje. Ky është rrëfimi i fundit i mbërritur në redaksin ton. Mbusha 46 vjeç atë ditë. Nuk ishte ndonjë shifër që prisja me shumë gëzim, por as me frikë. Thjesht një numër tjetër që më kujtonte sa shpejt kalon koha. Nuk kërkova festë as dhurata të mëdha. I thash gruas sime se doja vetëm një mbrëmje të qetë, një darkë në shtëpi dhe heshtje. Ajo buzëqeshi në një mënyrë që nuk e kuptova. Ka menduar diçka ndryshe, më tha. Nuk e pyeta më shumë. Në gjithë ato vite martesë kisha mësuar të besoja vendimeve të saj edhe kur nuk i kuptoja plotësisht. Kur erdha në shtëpi, e pash që kishte bërë përgatitje më shumë se sa e prisja. Tavolina ishte shtruar bukur, drita të buta, atmosferë ndryshe, dhe aty ishte ajo, shoqja e saj e ngushtë. E njëja prej vitesh, kishte qenë gjithmonë pjesë e jetës tonë. Kafe të shpejta, biseda të shkurtra, të qeshura që ndaleshin sapo hyja unë në dhomë, më uruan të dyja për ditëlindje. Pim nga një gotë verë. Bisedat ishin të lehta, por nën sipërfaqe ndjeja diçka që nuk po më linte rehat. Gruaja ime ishte e çuditshme. Më e heshtur se zakonisht, por e vëmendshme në një mënyrë që më ngjalli dyshim. Pas darkës, ajo u ngrit dhe më tha se ishte e lodhur. Ju rini dhe pak, tha, sikur po fliste për gjën më normale në botë. U fut në dhomën e saj të gjumit dhe mbylli derën pas vetes. Unë mbeta në sallon me shoqen e saj të ngushtë. Heshtja u bë e rëndë. Ajo më shikonte ndryshe, jo si zakonisht. Ishte një vështrim që nuk kërkonte shpjegim, por as nuk të linte rehat. Në kokë më kaluan qindra mendime. Pse ajo është ende këtu? Pse gruaja ime u largua kështu? Çfarë po ndodh? Nuk ndodhi asgjë e menjëhershme. Nuk ishte një skenë e papritur. Ishte një ndjenjë ngadaltë se diçka po shtyhej drejt meje pa u thënë asnjë fjalë. Dhe kjo ishte ajo që më tronditi më shumë. Fakti që nuk po ndihesha thjesht i ftuar, por i vendosur përballë një prove që nuk e kisha kërkuar unë. Në atë moment, ditëlindja ime nuk kishte më asnjë rëndësi. Unë ndjeva i përdorur dhe jo i festuar. Unë ndjeva si një objekt në një lojë që nuk e kisha planuar ta luaja. Mendova për martesën time, për vitet, për kompromiset, për heshtjet. Mendova dhe për veten time, për dobësitë e mia, për atë pjesë që ndoshta ishte lodhur duke qenë gjithmonë korrekt. E kuptova se kjo dhuratë nuk ishte për mua. Ishte një shenjë e diçkaje të thyer mes nesh. Ndoshta lodhje, ndoshta faj, ndoshta një mënyrë e çuditshme për të shmangur një bisedë që duhej bërë prej kohësh. Nuk dua të hyj në detaje çfarë ndodhi më pas, sepse ndodhi ajo që nuk duhej të ndodhte. Dhe nuk është më sekret, sepse thelbi nuk është aty. Thelbi është se atë natë humba diçka që nuk e dija se ishte kaq e brisht, ndjesinë e qartësisë morale. Nuk dola fitues, nuk dola as i lumtur, dola thjesht i hutuar. Të nesërmen, gruaja ime u soll sikur gjithçka ishte normale. Më pyeti nëse kisha kaluar mirë, dhe ajo pyetje më goditi më fort se çdo akuzë. Sepse kuptova që ajo nuk po më pyeste për ditëlindjen, po më pyeste për një vit që ishte kaluar. Sot kur e kujtoj atë natë, nuk e quaj më dhuratë, e quaj paralajmërim. Një sinjal se diçka në martesën tonë kishte nevojë për të vërtetën, jo për zgjidhje të shtrëmta. Dhe unë, në moshën 46 vjeç, mësova se jo çdo gjë që të ofrohet është për tu pranuar, sidomos kur vjen e paketuar si surprizë.